Gjëja më e mirë që mund të bëni për veten nuk kushton asgjë. Shumë njerëz mendojnë se shëndeti fillon me ilaçe, vitamina apo suplemente, por e vërteta është krejt tjetër. Gjëja më e mirë që mund të bëni për veten është të ndërtoni një jetë që ju jep qetësi. Kaloni kohë me njerëzit që i doni, me ata që ju respektojnë, ju frymëzojnë dhe ju bëjnë të ndiheni mirë. Hani një vakt së bashku, qeshni, bisedoni, krijoni kujtime. Bëni punë që ju japin kuptim, jo vetëm lodhje. Planifikoni të ardhmen në mënyrë që kur të vini kokën në jastëk, të mos flini me ankth, por me qetësi. Truri ynë është krijuar për lidhje njerëzore. Ai analizon vazhdimisht fytyrat, emocionet dhe sjelljen e njerëzve përreth nesh. Kur jemi të rrethuar nga njerëz pozitiv dhe mbështetës, stresi ulet dhe organizmi funksionon më mirë. Marrëdhëniet cilësore lidhen me gjumë më të mirë, më pak ankth, më pak depresion dhe një rrezik më të ulët për sëmundje kronike. Shëndosja pikgjell. Ushqehuni shëndetshëm. Lëvizni çdo ditë. Lexoni. Mësoni diçka të re. Falni. Falënderoni. Jepini trurit arsye për të provuar qetësi, jo frikë. Mos jetoni vetëm për të mbijetuar. Jetoni për të ndjerë mirë. Në fund të fundit, pasuria më e madhe nuk është ajo që kemi në bank, por qetësia me të cilën flini çdo natë. Pyetje për ju. Çfarë është ajo një gjë që ju sjell paqe dhe ju bën të ndiheni vërtet të lumtur? Shkruajeni në komente. Unë jam doktor Bardhili Drizi, specialist pediatër dhe magjistër i mjekësisë klinike nga BarMed. Në BarMed flasim për shëndetin në tërësi, trupin, trurin dhe stilin e jetesës, sepse një mendje e qetë dhe një trup i shëndetshëm ecin gjithmonë së bashku.